Ka patur apo jo sozi Enver Hoxha? 10 misteret që i mori me vete në varr. Enver Hoxha është njeriu që në historinë e Shqipërisë ka marrë me vete shumë mistere. Jo vetëm si drejtuesi një sistemi i cili kishte në thelb të fshinte të vërtetën, por edhe si një diktator i famshëm në periudhën që drejtoi vendin e tij. Misteret e Hoxhës fillojnë që në rininë e hershme të tij, kur edhe sot nuk njihet aktiviteti, shkollimi dhe formimi intelektual. Askush nuk thot dot me siguri nga erdhi dhe si arriti të mbante nën urdhra një popull që historikisht njihet për kryenetësi ndaj udhëheqësve. Misteret vijojnë në marrjen e Partisë Komuniste Shqiptare, marrjen e pushtetit, afrimin me lindjen, eliminimin e kundërshtarëve dhe aleatëve të tij, prishjen e marrëdhënieve me aleatët më të mëdhenj të Shqipërisë, Rusinë dhe Kinën, planet kundër tij nga anglo-amerikanët për ta rrëzuar dhe deri në fund tek heqja qafe e Mehmet Sheut dhe Kadria Zbiut. Edhe momenti i fundit i jetës së tij është i mbushur me mistere. Sëmundjet e tij kur nuk u bën publike, po ashtu vdekja u arrit të mbahej e fshehtë për 2 ditë. Më 11 prill bëhen 25 vjet që Enver Hoxha ka ndruar jetë, por pothuajse është shumë pak për të zbuluar misteret e tij. Enver Hoxha është ndër të paktit që kundërshtarët e donin nga frika dhe të vetët e donin nga mallëngjimi. Sistemi që ai instaloi në Shqipëri me gjithë përparësitë dhe mangësitë që ka, kur nuk mund të hiqet nga memoria historike e vendit. Në këto 20 vjet janë thënë e stërthën një pafundësi faktesh për të, por askush nuk ka marrë përsipër të bëjë një biografi të tij. Jo vetëm për ndjesitë që ai shkakton në popull, por edhe për faktin se do të duhet një punë voluminoze nga historian serioz për të nxjerrë në dritë anët e errta të Enver Hoxhës.